ashtu se siç kemi paralajmëruar, sot e kemi protokolluar kallëzimin penal në prokurorin speciale, bëhet fjalë për ministreshën Snežana Paunović, e cila tani dihet botërisht në një emision në televizionin serb kishte thënë se po të ishte në vend të Slobodan Miloševićit, babait të saj ideologjik do të krynte spasimin etik të gjithë shqiptarëve. Pra, ky veprim i saj neve na shqetëson dhe na brengos, sepse duhet ditur se kjo ministresh është në qeverinë aktuale dhe mban pozitë të ministrësh. Dhe në momentin se një pozitë një ministreshe që flet një pozitë të tillë, kjo na cënon neve dhe na drejt për drejt na rrezikon për të rrjetësuar politika e saj për spasimin etnik ndaj shqiptarëve. Andaj ky kallëzim penal, ndër të tjera, ngërthen se në këtë rast domosdoshmërisht duhet të involvohet edhe faktori ndërkombëtar, këtu si Interpoli, dhe ndaj kësaj ministreshe të pandërgjeshme, shoviniste, të iniciuohet procedurë e flet arrestit ndërkombëtar. Dhe në momentit e kapjes së saj, ne sigurisht do të kërkojmë ndihmë edhe nga misioni OKB-s dhe NATO, sepse duke ditur se ajo flet për spastim etnik ndaj shqiptarëve, duhet ditur se NATO-ja neve na ka shtruar edhe nga spastimi etnik që na ka bërë regjimi gjakatar i Miloševićit. Andaj deklarimi i saj le që na shqetëson neve, na rrezikon si popullat dhe na kthen ato kujtimet e këqija serbe, të cilët kanë bërë spastimin etnik ndaj popullatës civile shqiptare, por në anën tjetër e rrezikon edhe misionin e NATO, sepse misioni e NATO këtu është mision paqëruajtës për të mbajtur rend dhe siguri, dhe vetë deklarimi i saj duhet ta zgjojë këshërinë dhe duhet të jetë këmban për misionin e OKB-s dhe agjencitë ndërkombëtare, sepse derisa ajo flet për spastimin etnik të shqiptarëve, atëherë dhe NATO duhet të brengoset, pasi që ende siguria jon është në duart e NATO-s dhe NATO na mbron për këtë arsye. Andaj unë kam pritur se kjo ministreshe duhet të jap dorëheqje dhe të ketë një presion diplomatik evropian dhe e më gjerë, por kam parë që deklarata saj është duar trokitur, është përshëndetur. Dhe duke ditur që është në një pozitë të ministreshës, ajo neve na brengos dhe na shqetëson. Kam parë dje një deklarim të saj se ajo ka kërkuar falje varësve të tyre, pra presidenti Vučić dhe qeverisë së saj, po për shqiptar nuk ka kërkuar falje, dhe unë këtu e kam fotografinë e saj. Republika e Kosovës ka marrë një nismë ligjore për ta shpallur non grata. Kjo është qesharake në raport me pasojat dhe rrezikshmërinë që ka paraqet ajo për neve si popull, dhe që cënon rendin kushtetues dhe publik dhe na kthen në ideologjitë shoviniste serbe. Atëherë kjo është qesharake që na ka bërë ministri i punëve të brendshme, sepse kësaj i kufizohet liria deri në 3 vjet. E nën tjetër shpalla non grata, kjo është qesharake dhe unë do të kërkoj që prokuroria speciale të aktivizohet, të kërkoj ndihmën e FBI-t, të kërkoj ndihmën e Interpolit dhe e njëjta të kapet sa më parë, dhe të paktën duhet të bëhet presion diplomatik që kjo të jep dorëheqje, sepse pozita e saj në këtë formë të administratës si një ministresh na rrezikon neve gjithë si popull. Qeveria e Albin Kurtit edhe Xhelal Sfecles ja ka mundësu kriminalëve Serbis me marrë në shtetësinë e Kosovës, me krye këtë ministër që ka thonë me bos pastrimin etnik shqiptarëve. Kështu që këta ja kanë dhënë mundësinë aty në kriminalëve mu kthy edhe një herë në Kosovë me apliku për në shtetësi të Kosovës me marrë. Këtu o gabimi i qeverisë, është gabimi i Albin Kurtit, i Xhelal Sfecles. Kështu që na nuk do të lejojmë mu bos pastrimi etnik, se për ndryshe na UÇK-ja apet do të mu aktivizu, edhe na e dina mirë qysh e kam bo spastrimin etnik në vitin 1878 prej Toplisës sërdë, spastrimi i parë bo në vitin 1999 e ka bo Slobodan Miloševići, në vitin 1999 i ka dëbu shqiptarët pe Kosovës, Maqedoni, Malzi, Shqipëri, dhe me thonë 3 herë e ka bo dëbimin e shqiptarëve, kështu që më nuk do të lejojmë. E tjetra pikë është kur një ministër folë për spastrimin etnik shqiptarëve, këshilltari i Albin Kurtit Veton Syroji qohet me Gjinovsin e botoj një liber midis Beogradit, thojnë nuk ka pas UÇK. A unë Veton Syrojit për të regoj, në Rambuje, këne ke pas në kran, nanën e majt edhe nanën e djath, e ka pas liderin e UÇK-s, zotin Hashim Thashin, drejtorisë politike në atë kohë. Kështu që Veton Syroji e din fort mirë, pa UÇK-n marrëveshja e Rambujes nuk është më rri, po Veton Syroji i mohon të gjithat, kështu që meritat më të mëdhaja për Rambuje i ka Indjeri, Ibrahim Rugova edhe Hashim Thashi, se sikur ti zhvet
vetën Soroji sot e ke shumë Serbin hala këtu në Kosovë, po vetën Soroji vjen nga një baba që ka pas ish Jugoslavi ambasador, e kështu që vetën Soroji gjithmonë ka jetu luksuze edhe me ndonë që hala me këtu Jugoslavin. Po aja ka mbaru edhe më Jugoslavia, Serbia s'ka vend këtu më në Kosovë, kështu që ju bëj apel atyne, ata që i kanë gratë në Beograd, dhe zyret që i kanë në Beograd, gratë e tyne jetojnë, ju bëj apel të qesin dorën në kry, edhe mos të veprojnë më në për Beograd, mos të shkojnë, kështu që edhe vetën Sorojit ja tërheku vrejtjen, s'ka nevoj aj më marrë më me u që këhesh, se na e dina kusha vetën Soroji, kështu që vetën Soroji do të kërkan falje për këtë gabim që ka bo, që ka folë në emën të uqëkës. Se për uqëkën e din kërejt bota që ka pas uqëkë, edhe një luft e drejt, një luft e pastër ka qenë. Faleminderit për juve për media.